Për atë çfarë mendon rreth situatës në vend, kryeministri Nodorheqi Albin Kurti më në fund e hapi zemrën. Por vetëm para bashkëpartiakëve të tij. Edhe pse partia e tij doli e para në zgjedhjet parlamentare të mbajtura para 3 muajsh në rrugën drejt formimit të institucioneve, Kosova më nuk lëviz nga se nuk ka as kuvend funksional. Megjithatë, sipas kreut të lëvizjes vetëvendosje, në vend nuk ka as krizë institucionale e as politike. Në Kosovë kemi një farë vakumi kushtetues, të cilin base nuk do duhet ta kishim marrë vesh fare. Nuk kemi krizë sepse institucionet dhe mekanizmat e shtetit demokratik funksionojnë. Organet e rendit dhe të sigurisë veprojnë. I pari vetëvendosjes ritheksoi madje qëndrimin e partisë së tij se nuk ka kandidat tjetër për të propozuar për kryetare të kuvendit përpos Albulena Haxhiut, duke theksuar se negociatat si subjekt politik i zhvillojnë vetëm për formimin e qeverisë. Për Albulenën ka unitet të plot në lëvizjen vetëvendosje dhe unitet të plot në koalicionin ton me Guxo dhe Alternativën. Partit nuk duhet ta zgjedhin njëri tjetrit propozimet e kandidatët. Kurti i kritikoi partitë parlamentare që nuk po marrin pjesë në votim, rrjedhimisht duke e bërë të pamundur formimin e komisionit. E derisa lëvizja vetëvendosje mbajti mbledhjen e 58 të Këshillit të Përgjithshëm, Kurti foli edhe për zgjedhjet lokale që do të mbahen vjeshtën e këtij viti. Jeta zhvillohet në komunë e komunat tona kanë mbetur mbrapa në zhvillim. Së bashku duhet punojmë për programe për çdo komunë që sjell ndryshim cilësor në çdo fushë për secilën shtresë e moshë. E në përmbyllje të fjalimit, Kurti tha se në këtë vit Kosova do të jetë një koqire ushtrimit më të madh ushtarak amerikan në Evropë, Defender Europe, ndërsa me 13 qershor do të nënshkruhet marrëveshja kornizë për bashkëpunim në mbrojtje me SBA-n.